Ky hoxh i mirë e qit Muhamedin shumë të keq. Dini çka zinaja? Marrëdhënie intime jashtëmartësore, pislëk. Nuk ndodh këtë punë e bo njëri e natë për me konë musliman. S'munët me konë. Muhamedi ka pas ka gjuna nuk musliman. dhe feje. Mirë po, flet pejgamberi në kuptimin e funksionimit të imanit. Me pas të ndezëm njëri, shkëndin e imanin në zemë, dhe këtë punë me bo zbat, njëne e shkim tjetërën. Pse ka baj? E kam pyet, ose ka vonë pejgamberi, nuk ndodh njëri me vjedh, e duke vjedh me kone edhe me besimtar. Muhamedi ka jetua pe hajnijet. Muhamedi që predikon mos bani thot zina, vet ka ba zina. Ka ba zina pa problem me femna të ndryshme, jo me një, me shumë femna të ndryshme. Nëse zina është pislek, atër Muhamedi ka ba pislek, dhe nuk ka ken me katë për ta. A do një fakte, majlësori ju je vetëm fakte, jo është thashe thamje. Muhamedi ka pa nade 11 gra, por edhe ka pa sklave seksi si Marin, që kur s'ka ken gruaja ati, ka ken një sklave që ja ka allurua mbreti. Madje e trallton Hafsën në shtratin e saj me Marin, duke tregua qartë hipokrazin. Ai që ndalon të zinën për të tjerë, vet e praktikote në llomen e gruas së vet, në vet shtratin e saj me Marin sklave seksi, e cila s'ka ken gruaja e tij. Ka bon zina të në kohën me ta. Ka një shembull tjetër i qartë i kurvërisë dhe i përllunimit e Muhamedit. Ai merrte gratë robreshat e luftës, me cilat vetë Kurani e lejon me ba marrëdhënie. Lexoni surën 4:24, surën 33:15. Kjo është ma keq se zina, sepse nuk është vetëm kurvëri, por përllunim i hapur. Kur ky hoxha i shkret, që duket njeri i mirë, na shit pralla si çka ka tha Muhamedi për zina, po Muhamedi ka kënë përllunues dhe kurvar hoxha, nuk e diti këta? Si në rastin e Safia bin Huej, me të cilën pati marrëdhënie, të njëjtën ditë që ja vran burrin dhe familjen. Kush ja vrau? Muhamedi me xhihadistat e tij, pas betejës të Khajbar. As nuk boni fejes, as martes me ta, vetëm boni marrëdhënie seksuale me robreshën që humbi krejt familjen në të njëjtën ditë, me no atë trishtim.